ndoshta edhe politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, si po i shihni këtu tentimet të ndërhyrjeve të SBA-s në zhvillimet e brendshme të Iranit? Unë po besoj që Amerika tash një kohë domethënë e sheh Iranin për çka Irani me të vërtetë është. Domethënë një thuajse satelit rus, edhe ajo kisha mujt me qujt, ndoshta edhe ajo është shumë me thonë satelit rus. Irani prej momentit të luftës 12 ditore që tashmë po quhet, e ka humbur kredibilitetin e vet jashtëzakonisht shumë në arenën ndërkombëtare. Ajo që ka ndodhur brenda Iranit, besa edhe para saj me vrasjen e një prej liderëve të Hamasit brenda rezortit të Gardës Nacionale Iraniane, domethënë ka dëmtuar Iranin jashtëzakonisht shumë në arenën ndërkombëtare edhe ja ka humbur atë fuqinë cilën e ka proklamuar Irani me vitet të tona. Tash normalisht që kur ka ndodhur kjo jashtë, ka ndodhur edhe brenda. Vetë populli iranian e ka pa fuqinë e vërtetë të Gardës Revolucionare, pizeki non-stop Gardën Revolucionare, të e pas parasysh që ata janë kush e mban Khomeinin në pushtet. Zotri Kovaçi, si po i shihni këto reagimin protestuese në Iran? A janë historikisht të njohura protestat në Iran? Tash i kemi mijëra të vrarë, dikon rreth 3.000 të vrarë nga regjimi. Më pëlqen këto shifra të rrumulla kocra. Nuk e di nga e merren këto dhana o zotri. Po kështu po raportohet në mediat ndërkombëtare. Ne citojmë BBC-n, CNN e media tjera. U ta them, të gjitha janë të kontestuara. Sepse Irani është në blackout. Është komplet mbyll interneti. Edhe ezi me gojdhana diku. Por janë me emra organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit e shoqata të tjera të cilat dalin me këto njoftime. Ne ato i citojmë. Nëse kontestohet kjo shifër, kontestohen krejt kontributet e punë atyre organizatave që kanë emër ndërkombëtar. Le dalim te thelbi kryesor se ku çështë ai ku, pse tani pse çysh. Unë nuk e di se sa unë bardhë o kushtë tjetër në për shqiptari du ta kuptoj se ku qëndron Amerika, ku qëndron tjetëri. Aja po di shumë qartë pse po hy po do mund të stabilizoj Iran. Kur të vësh sanksione njeriu ti patjetër të jetë paknasi inflacioni tjetër, do ketë një paknasi ndërmjet popullit. Edhe ka me fjalë ka infiltrime nga brenda që duan destabilizimin e rajonit në përgjithësi. Nuk është vetëm Iran, destabilizohet e gjithë lindja e mesme prapë. I po bëjmë një 360 gradë cirkulim prapë ku ishin para 6 muajsh, në janar në qershorin e kaluar. A kuptot që do thotë, nuk është vetëm Irani, do thotë gjithë lindja e mesme, edhe këto janë agenda që shtyjnë gjithmonë ka shtyr Netanyahu, do destabilizim, neutralizim, tërhedhje të gjithë rajonit. E do të nënshtruar. Ku ka kërcënon Irani? Është rrethuar nga ranet me baza ushtarake amerikane. A kupton? Qysh kur, për shembull, Amerikës i dhimbsen qytetarët iranian, ku e pam se 50.000 u vranë në Gaza, me bekimin, me logjistikën amerikane. I lutem... Atëherë cili është qëllimi, sepse Donald Trump dje tha që nëse ekzekutohen protestuesit, atëherë do të ndërhyjnë. Kredibilitet. Zotri Trump tha dje që nëse ekzekutohen protestuesit iranian, do të ndërhyjnë edhe ushtarakisht. Cili është qëllimi i Amerikës këtë rast nëse ndërhyjnë ushtarakisht? A është popullata apo ka interesa tjera? Ja ta them unë, Casus Belli, do të thonë fjalë, e di kur kërkon diçka nxit shkak për luftë, ajo është. Unë ta them me sinqeritet më plot, sa ata nëse e Khomeini, mos është ndaj burrimi e Khomeini, po them, do tjerë që do vinë mbrapa kush janë, do jenë do kukulla që vetë don ato në krye, por të menaxhuar pasuri duhet ta kemi parasysh, Irani është i treti me pasuri më të madhe nafte o pasuri natyrore në botë. Ka të luaj shumë ekonomia ato. Pse hyn Venezuelë? Pse po ato Grenlandën? A kupton ku është civilizimi? Këto që bëhen barakun e civilizimit që të drejtësisë na për botë. A kupton se ka humbur gjithë? Ato nuk kanë drejt kritikojnë Rusin, ku po aktrojnë po ecin me një rol si Rusia vet. Tani ku është e drejta? Ku është ajo që themi fjalë ose rendi botror? E qartë. Ku është gjithë kjo? Ta marrim edhe një koment të parë të zonës Gani më pas hapim në debat. Zonja Gani, si po i shihni këto zhvillime, si komentohet në Izrael këto zhvillime, këto protesta në Iran edhe tentimet ose ndërhyrjet e SBA-s? Po patjetër. Dhe në Izrael ndjehet kjo situatë e vështirë dhe natyrisht kur një udhëheqës
kur një shtet vret njerëzit e tij, edhe një si Kovaçi, një gazetar, nuk e merr parasysh numrin në këtë rast, është vërtet për të dhimbur dhe ajo që është kryesorja në këtë situatë është që ai shtet diktator, që është një rrezik për lindjen e mesme dhe natyrisht dhe për Izraelin, duhet patjetër dhënë një zgjidhje, një ndihmë popullit, sepse ai popull është i nënshtruar, i poshtëruar dhe deri në momentin e tanishëm që është vriten dhe varen me mira njerëz. Dhe natyrisht ajo që është në mediat, njoftimet e fundit janë që Trump vërtet është ajo që në qoftë se Irani populli Irani do me thënë nuk do të vritet dhe nuk do të nështrohet, atëherë ai do të mendoj prapë për një sulm kundra Iranit, por unë them qëllimi kryesor është që ai shtet diktator duhet të bie dhe ai popull të jetë i lirë, sepse unë vi nga një shtet diktator. Ju jepni Palestinës pavarësia ta bëni ju. Mos na shitni morale, drejtësinë për botë. Një popull mos i ngatrojnë temat, po do për Palestinën, mëfto për Palestinën. Po nuk ke asnjë nivel me shit morale. Po a ka ndërlidhje, zonja Gani, a ka ndërlidhje edhe çështjet e konfliktit mes Iranit dhe Izraelit, kjo tentim ndërhyrje e SBA-s në Iran? Po tjetër që ka, 100% që ka. Në këtë rast, o përgjigjuni ju, o përgjigjem unë. Në këtë rast, sot kjo lufta e dytë është lufta e Amerikës dhe jo Izraelit. Dhe natyrisht Izraeli do jetë gati për çdo gjuajtje, sepse Izraeli është një kurban në këtë luftë, mund të kthehet një kurban në këtë luftë, sepse Izraeli s'ka interes të futet në këtë luftë. Por megjithatë Izraeli e sulmoi Iranin vet pas filloi gjë në pranverën që shkojmë. A jeni në terezi? Bën edhe kthimin ju, agresor. Irani është një luan prej letre. Po, shko guxoje, pra shko preke luanin prej letre. Se e pam se sa të fort Izraeli. Ishit depërtuqëm. Ju ajo Iron Dome, ju ambulesa e hekurt, u qanë nga izraelitët vetë. Është luan prej letre Irani, sa është i fuqishëm Irani dhe sa mund t'i bëj ball edhe ndërhyrjes ose presionit të Shtetit Bashkuara? Unë po besoj që Irani momentalisht, siç e thënë, ka humb kredibilitetin ndërkombëtar, por gjithsesi nuk është një shtet që mund është edhe aq kollaj me ndërhyrje ushtarakisht, për shembull si në Venezuelë. Një lajm që po qarkullon po është që Pentagoni dhe CIA kanë kërkuar Trumpit më shumë kohë para se me ndërmarrë ndonjë operacion ushtarak, duhet pas parasysh që duhet mu përgatit mirë edhe duhet me qenë të gatshëm për gjithçka. Është një shtet i madh me 8 milion banor. Jo domosdoshmërisht ka me qenë një njëjti skenar si në Venezuelë nëse ndërhyjet ushtarakisht gjithsesi. Kështu, që po më intereson me cekë është që të e lonë anash këtë idenë se cili shtet ka drejtë ose cili shtet nuk ka drejtë, edhe këtë pjesën e shtetit mirë dhe shtetit keq. Të gjithë e dim që Amerika lufton për influencë në territore të caktuara. Pasuri natyrore, naft. Normalisht që Irani ka qenë një problem jashtëzakonisht i madh për Amerikën, për një kohë shumë të gjatë, të e marrë parasysh edhe aleancën që e ka pas Irani me Rusinë. Në fakt, çka duhet bukur shumë e cekë, pak po flitës për të, është qëndrimi ose mos qëndrimi i Rusisë karshi këtyre zhvillimeve të fundit. Domethënë Irani çka ka kuptuar edhe çka ka humbur prej këtyre zhvillimeve të fundit është dy gjëra. E para është që këtë aparatin e frikës nuk e kanë në kontroll, për shkak se populli, edhe nëse këto protesta nuk kanë më zgjatë, protesta tjera kanë më ardhur. Për shkak se nëse po flitet për 3.000, po flitet për 800, po flitet edhe për 12.000 vrarë, ato kemi kuptuar më vonë. Po sidoqë të jetë, populli nuk ka me nejtë duar kryq. Edhe një sen tjetër që është shumë e rëndësishme, çka Irani tashmë e ka humbur, është aleanca me Rusinë. Ata kanë kuptuar që në momentin kur
të duhet mas shumë të Rusia nuk është aty. Tërhiqet. Zotri Kovaci, zonja Gani përmendi çështjen e forcës së Iranit si u luan prej letre. A ka këtë lloj peshe Irani ka shi presionit amerikan? Sa mund të jetë e fuqishme të bëj ballë dhe të mos e lejoj atë që ndodhi në Venezuelë? Ju garantoj. E them me plot bindjen. Nëse Irani ishte e tigër prej letre, sot amerikanët ose Izraelit do ishin në terren sot në Iran. Okej? Nuk është një gjë e tillë, është sa lloj e vërtet. Iran është shumë i fuqishëm ushtarakisht, e ka logjistik shumë të fortë, edhe dy përgjigj bardhit. Okej, nuk aleanca Rusi-Iran ka qenë ka për të ekzistuar. Biles më fut edhe Kinën atë në panoram. Okej? Bëhet fjalë për rrugën e Mondafsht. Punojnë në aktorët. Në fjalë 6 muaj para 12 ditorëshe, ka marrë bateri kundërerori ka gjitha. Është stokuar goxha mirë me mbrojtje e gjithçka tjetër. A jemi në prag të ndonjë lufte apokaliptike? Jo, Kemë qenë se që të dy vendet kanë edhe armë bërthamore dhe Irani ka. Pretendohet që ka, nuk dihet a ka? Ka nuk Iran, ata po duan të rrezojnë regjimin në Iran nëpërmjet një flakë nga mbrena. Një gjë e tillë nuk do ndodhi sepse regjimi është i fortë, është i konsoliduar, edhe nuk do shkojnë atë pikë. Çfarë do ndodhi? Ata duan për sankcione të tjera më teshme. Më të ketë sa lufte sporadike. Dje, edhe par dje, Amerika ka spastruar bazat e saj në Katar, po bëhet atë në Tiranë, me fjalë që po pretendohet për një sulm, po do të jetë sulm i limituar, i kufizuar. Nuk do të jetë një luftë e hapur, për shkallëzuar, sepse edhe vetë Amerika nuk intereson një luftë e tillë pa krye. A kupto që do të thonë një luftë tjetër para, nuk është Irani, nuk është as Iraki, as Siria me ushtri pa ushtri. Me të vërtetë do të ishte një katastrofë për vetë Amerikën. Ato pikërisht ajo që do Rusia apo Kina. Unë nuk e di në konjunkturë o bardhë, nuk e di çfarë, jo është izoluar ka qenë Irani me vite, edhe është prap eksporton një nga masasitë më të mëdha të naftës gazit te Kina. Pikërisht Trumpi dje doli dhe tha, unë do të vë një taksë 25% atyre që blejnë naftë ose gaz nga Irani. I vetë de facto duke lënduar Kinën, interesat e Kinës. Edhe këtu përplasën gjigantët e mëdhenj. Me fjalë po riformatohet rendi ri botror. Tash në këtë panoram Irani po shikon ku janë aleancat e mia. Dhe ju garantoj që Kina dhe Rusia janë në background dhe kanë interesat e tyre në rajon. I fjalë nuk do të ketë një luftë. Por Izraeli çfarë roli mund të ketë zonja Gani? A diskutohet nga autoritetet ose nga dikush në Izrael që mund të ndërhyjë ose të asistojë edhe shërban për interesat e saj gjeopolitike në atë zonë? Patjetër Izraeli dhe Amerika janë një, domethënë që dy shtete që mbështesin njëra tjetrën, dhe strategjitë e tyre unë nuk mund të di dhe të jap shpjegime, po patjetër që Izraeli është e filloi këtë luftë kundër Iranit dhe Amerika patjetër do ta mbarojë. Por ajo që është kryesorja, që të paktën unë si popull që shikoj dhe që dëgjoj që mbështesin shtetin e Iranit, i cili mban, domethënë në diktaturë një popull të tërë, për mua është më rëndësika liria e njeriut, liria e atij popullit dhe të gjitha gjërat, gjendja ekonomike dhe strategjitë që përdoren i takojnë trupave diplomatike. Ndërsa për sa i përket Izraeli në këtë luftë nuk besoj se do të marrë pjesë, por ama në qoftë të do të sulmohet, ai jam e sigurt që ditë të vendbrohet, sepse Irani në luftën 12 ditore, të gjitha ata miq që përmendet përpara, Rusia dhe Kina, asnjëri nuk i doli në krah, asnjëri nuk e ndihmoi. Atëre për çfarë koalicioni flitet për Iranin? Për interesa Irani, çfarë luftë 12 ditore, ku çau bë? Regjimi është në kompakt, ushtrinë e kanë kompakt, asgjë të dëmtuar fare. Na shko guxoj luftoj. Shko futu. Shko pra futu. Irani tregon. Irani. Pra se keni halën sy Irani, prandaj bëni kështu. Më i dobët se sa mendoj.
Po, prandaj hashko futu. Iran gjohë. Zotri Kovaçi po thoni hal në sy, kush e ka hal në sy Iranin? Izraeli. Se a krejt kjo ndërhyrje shërbas po bëhet për shkak të Izraelit në Iran? Pa, tjetër që po. O vlla i nderuar. Nuk e di në çfarë planet jetoni më po. Nuk i shikoni gjërat. Unë po flas kanë vështrim. O zonja, të lutem, okay? Bota ka parë mjaft nga Izraeli. Jeni gjakatar, ke drejt folish për regjimin në Iran ti, ku ke një Netanyahu, një gjakatar që kërkohet nga organizatë ndërkombëtare për gjenocid. Gjenocid, Netanyahu është genocidial, ka vrarë fëmijë me mira fëmijë, edhe keni gojë të flisni. Në një popull tamam me dinjitet, do ato të rrezoni ato të para një, Netanyahu. Okej? Tash i dalim tek Irani, edhe një o zonja të lutem se po flas me studion jo me ty. Unë nuk e di pse po debatoj me ty, më vetëm pse në Iran, atje në Izrael ti. Ç'a lidhje keti me marrëdhënie ndërkombëtare? Irani e vret popullin e tij dhe Bibi Netanyahu e mbrojt. Po hik mos e keme qindra me mira hebrej. Në asfalt që jeton ti zonjë. A dini o zotri, a dini Zotri Kovaçi, çfarë roli kanë hebrejt në Iran? Çfarë roli kanë hebrejt në Iran? Hebrejt në Iran, ka me qina mirë hebrejt që janë pro jetojnë të hepur gjithçka kënaqur në Iran. Historikisht. I kanë mbyllur sot. Po. Mjaft me manipulimet tuaja, okay? Të lutem mos dalim nga tema se po flisim për diçka tjetër komplet. Ju dini nga tema, nuk e dikush po flet. Jo, po flisim për Izraelin. Lufta 12 dytore, lufta 12 dytore u nxit, u shkaktua, filloi nga gjakatarët, gjaketruit izraelit. Okay, gazionistët. Ajo ditë ka parë gjithë bota. E gjithë bota e pa. Okay? Iranit me të pa drejt. A jemi në rregull deri këtu? Pse Iran? Jo, s'jena në rregull sepse Iran. Jo, pusho të lutem. Pusho, o zonja, të lutem tash, okay? Unë habitem se stoni këto në studio, po kjo s'ja ka haberin në politikët mos do të ri. Ju nuk keni haberin, ju flisi anti-izraelistë. Atëherë, ta qësoj pak situatin, Bardhi, çfarë epilogu mund të ketë kjo zhvillim në Iran? A mund të bie regjimi, a mund të ndërhyjë sepse ka raportime nga paktën mediat ndërkombëtare sipas burimeve të tyre që mund të ndërhyjë shërbam brenda 24 orëve? Gjithçka do ndodh shumë shpejt. Çfarë më përshtypje përdesë janë atu fol, ka mund të ndodhë diçka që e ndryshon komplet rrjedhën e këtij konflikti. Po gjithsesi tu nis për asoj që kom pa, unë nuk mendoj që ka me pas ramje të regjimit. Që ka me ndodh është që ta aleat e humbën, Irani ka me i kërku dika tjetër. Edhe jo në formën e aleancës, so ka me qenë paka shumë skenari si i Venezuelës, ku kanë mu detyru paka shumë me bo një farë marrëveshje bashkëpunime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e për me dalë në fjallë të zotit Kovaçi, po, kanë me bo marrëveshje për naftën. Për naftën. Do më thonë... Ato është interesi zotri Kovaçi, nafta? Ato është interesi Amerikan, kinez, rus, iranian, i qëtë gjithëve. A mund të bje Khomeini, zotri Kovaçi? Nuk besoj që të bje Khomeini. Më thashë më herë që teka, është shumë i konsoliduar, ka garën Republikës në takt, ka ushtrinë të konsoliduar, gjithçka me kanë terren. Me fjalë, ky infiltrimi këto me drejt deri ku ishte me vërtet për arsye ekonomike, edhe e kemi parë në luftën 12 ditore se si izraelitët me ndërmjet Mossadit kanë agjenë e tyre brenda në terren, edhe ja kanë fut flak nga mrena deri ku. Pavarësisht nga arsyet ose ekonomike, e fjalë duan destabilizimin, e dim se kujt i intereson një rënje është ironike fakti. Në 79 ishin pikërisht ta që hoqën shahun nga Irani, dua që të vi shahu sot, kupton? E kom se këta kanë ndryshuar që politika e interesat e tyre në rajon. Këta ishin që e sollën Khamenein atëherë, me logjistika e me ardhen nga Franca këtu në 79 janë ardhur fiks, janë 47 vjet, 46 vjet. Imaginoj. Çfarë shpure janë? Edhe sot këto, regjimi kanë marrë punë regjimin do dalin duke tjetër. Pse? Me fjalë kanë shumë më të përfituar, një Iran i neutralizuar, do thotë një burim nafte i pafund, por shokët e pavlavit me Netanyahu që darkojnë çdo muaj sa ai shkon në Amerikë, e kupton ajo? Edhe fjalë
populli iranian do vuaj prapë se prapë një nacional ekonomike. Me fjalë bëj gjithçka për pasurinë natyrore, gjithçka për të izoluar Kinën, tregojnë kines. Bëhet fjalë polarizimi i botës, po rritet Kina marrament, është e frikshme. Amerika po përdor lloj mënyrash, diku të skrupullta pas skrupullta, por të arrijë ato që don. Sonja Gani, Izraeli ka interes që të bie Khomeini. Khomeini nuk ka për të rënë, unë nuk besoj që ka për të rënë, është shumë i fortë për të rënë, por kishte të zëra që Khomeini ka për të ikë në Rusi, jo anë këte, me fjalë këto janë zërat qëllimshëm, apo më fut panikë dhe frikë, por që me të vërtet, unë nuk besoj që kjo është pak e mendimi im. Të shohim edhe opinionet ndoshta në Izrael që mund të i marrë nga afër Zonja Gani. A ka interes Izraeli që të bie Khomeini? Patjetër që po. Interesi që të bie Khomeini është vetëm interesi i Izraelit, është interesi i popullit iranian dhe interesi i të gjithë zonës, i të gjithë lindjes, sepse ajo është një pikë, Irani është një pikë, një shtet diktatorial i cili ka probleme të gjithë zonën e tij, jo vetëm me Izraelin. Dhe patjetër që dëshira ime personalisht dhe interesi i Izraelit dhe i Amerikës është të bjeri shteti. Po shteti, si pas eksperiencës time që kemi qenë në Shqipëri, e rëzon një popull dhe jo një shtet tjetër. Shteti tjetër mund të jetë një mbështetje për popullin iranian, i cili të jetë i lirë dhe natyrisht edhe gjendja ekonomike e tia bashkë me të gjithë pasurit që ka Irani do të ndikon vetëm për të mirën e atij shtetit. Ky është qëllimi i Izraelit dhe mua... Po hik më qëllimi i Izraelit, ju jeni gjakatar, ku keni dinjitet ju? Qëllimi i Izraelit. Dinjitet keni juve. Jeni mishi huaj në atë rajon, o zonja. Çfarë gjuhë flisni? Unë me njerëz me gjuhën tuaj, unë nuk e shikoj. Unë kam parë mjaftueshëm se çfarë keni bërë në Palestinë, çfarë bëni në Palestinë për ditë, ku ju të jepni moral. Jepni moral leksione në të drejtat njeriu për liritë e Iranit, o zoti i madh. Ato ka nevojë populli sonë me dekokës. Si puna juaj. Ju jeni më shkura më e zezë që ka parë bota. Jo si ju. Shikoni ku është Izraeli dhe ku është shtetet muslimane. Shikojni pa ndryshimet. O zonja, po t'ja ke haber në historisme. O zonja, mos ishe bota muslimane që i ka ruajtur e ka mbrojtur hebrejt, ishte nuk do kishte hebrej moj. Edhe vetë gjuha hebraike ka huazuar nga arabiste, po ju jeni shumë pa drejt, mos më njohës më. Jeni bukshkall. Unë nuk jam i njohës dhe unë nuk mbështet. Nejse, zoti Kovaçi, zoti Agani, jeni duke dalur temë tjetër për fund, bardh edhe një koment të fundit, a mund të destabilizoj situata tërësisht në lindje mesme prej këtyre zhvillimeve në Iran dhe a është të ndryshuar gjeopolitika ose politikat ndërkombëtare me tentimet ose ndërhyrjet e SBA-s? Po, janë të ndryshuar edhe bukur shumë, domethënë apet po dalte ajo që Rusia për me ka humbur bukur shumë influencën, edhe kjo u provu në disa prej konflikteve që kanë, domethënë Tunis prej Azerbajxhanit me Armenin, te Siria, te lufta 12 ditore që quajmë tash, Venezuela e tash apet Irani, domethënë. Kjo është bukur signifikante në politikën globale. Domethënë kemi një Rusi shumë të dobët. Saj përket pyetjes a mundet me pas eskalim në atë zonë, po, është shumë e mundshme. Nëse në ndërhyrje amerikane ka me qenë atje, unë besoj që Irani nuk ka me nejtë dur kryq dhe ka me fillu sulmet në përbazat ushtarake amerikane që i ka për rreth, duhe përfshirë dhe Izraelin. Bardhi, faleminderit shumë për kohën dhe kontributin. Shumë faleminderit. Zoti Kovaçi, zonja Gani, faleminderit shumë për kontributin. Ju lutem, ju pafshim. Atë që kushtuar kaq patëm në këtë panel diskutimin, tani e kemi Arta Beqirin me informacionet e fundit.